nga që bëra këtë gjën, rash i thash, unë do qojnë prapë, se unë e mi zoti, për ti do bishtë dhe do qojsh mo. I thoshte rrimër, i thoshte, më ri se të futin loj prapë, mos e bëhë televizje, sa i e kuptonë, se e di gjën. Normal. Këtu jemi tani, po e arrita qëllimit, fitova, po se arrita? Jo, po se arrita. Ti ullu edhe mendoj e ke përvoj jetë ti. Dëgjoj fjalë të Monikës. Pëlqeu shumë. Se dha besim, dha një farë, e kupto? Ajo ka shumë në të dëgjova edhe opa, thash. Okej. Këta? Tani nuk të regohen mo skema. Unë di se do të flas tani. Normal. Se një di do të flas. Normal. Edhe te situata i lirë, me të thënë drejtën, ndesha me thënë për një moment, po ishte prajmimi i parë dhe thash mos të nxitohem ka të kupto, me fol budalliqe. Po, edhe situata i lirit ishte e rëndësishme dhe ne banorët kishin thënë çfarë kishin ndje. Unë kur kam dalë në sallon, unë jam friksu realisht. Okej, nuk është rasti se ti thu, hajde, po e nështë ti ke për të bëjë gjë tjetër dhe ai nështë ka për të nevojkos strefish. Edhe ti gjas me ke lojën tame të kufizume. Edhe unë nuk e thash pse, sepse nuk lisha me penalizu kot, se thosha nështë një fjallë e një. Jo, pa të Do nxitosha kot. Do të shofësh lëvizjet e mia. A e pe Selin ka qo me kokra loti, edhe nuk e tha fare. E di pse? Po pse? Unë e pa shumë mirë, si nuk e thë. Po pse? Thash unë që po më duhet me... Sepse mund në këtë loj më duesh edhe ky, Seno, edhe i Lili. Po normal. Sepse unë, edhe se thash. Me atë që të ndodhi atite, unë kisha për të kurdis, mund të kurdisja gjithë goza, që ai dilte me sarësi. Se i kurdisja në kratë kundër, e kuptonë që... Normal, do ta kishim bu si